Përkundër gjithë këtij angazhimi voluminoz, stafit kohëve të fundit jemi dëshmitar të një neglizhence të papranueshme nga ana e institucioneve të vendit për ta trajtuar me urgjencë çështjen e buxhetit të radio-televizionit të Kosovës. Dhe kjo vonesë po e rrezikon funksionimin normal të institucionit, po e cënon mirëqenien e punëtorëve dhe mbi të gjitha po prek të drejtën e qytetarëve për informim të pavarur dhe të paanshëm. Kjo nuk është vetëm padrejtësi, është shkelje e dinjitetit të punëtorit të radio-televizionit të Kosovës, është cenim i sigurisë ekonomike të familjeve tona dhe mbi të gjitha është mos respektim i ligjit. Radio-televizioni i Kosovës nuk duhet të mbahet peng i kalkulimeve politike. Buxheti RTK-s nuk është dhuratë, por është obligim ligjor që duhet të ekzekutohet me kohë dhe pa vonesa. Nëse sot nuk dëgjohemi, nesër do të jem më shumë, më të vendosur dhe më të zëshëm, sepse kjo është kauza jonë. Kauza për një RTK financiarisht stabile, të pavarur dhe me dinjitet. Prandaj, sot nga kjo protest kërkojmë me zë të qartë. Buxheti i radio-televizionit të Kosovës të transferohet urgjentisht dhe deri në fund të javës të gjithë punëtorët e radio-televizionit të Kosovës të marrin pagat e muajit tetor. Fundola këtu me u solidarizu me punëtorët e RTK-s, ku janë mbi 700 prej tyre të cilët i presin pagat e pa të drejtë, kanë mbetë pa paga. Megjithatë, unë gjithashtu e kam me rëndësi të njoftoj si kryetar kuvendi që i kam ftu gjitha subjektet politike për të bërë hapat që duhet për të arritur deri në mirë kuptim për miratimin e raportit. Meqense si procedurë këtë çka duhet, kemi një kuvend funksional, kërkohet themelimi i komisioneve, miratimi i raportit, me miratim të raportit atëherë qeveria apo Ministria e Financave në këtë rast e bën ekzekutimin e fondeve. Pra është procedurë komplet e thjeshtë, me të njëjtin kërkesë kanë bërë edhe për buxhetin e komunave dhe për buxhetin vjetor. Por sa për këtë RTK-s, kjo çka kërkohet është brenda ditës na mund të mbledhemi, të themelojmë komisionet ose të miratojmë komisionet parlamentare, në këtë rast vetëm komisionin për buxhet, miratohet raporti dhe brenda ditës ekzekutohen mjetet për pagat e punëtorëve, por dhe funksionalizimin e RTK-s përgjithësi.